Debati për përdorimin e ushtrisë në trafikun e drogës që ka dominuar politikën javën e fundit është vendosur në parlament. Ministria e Mbrojtjes Mimi Kodeli ka sqaruar se akuzat e Partisë Demokratike janë të pavërteta dhe në kohën e qeverisjes së majit ushtria nuk është përfshirë në asnjë çështje të tillë të jashtëligjshme. Por deklaratat e ministres së Mbrojtjes janë cilësuar si mashtrime nga opozita. Nuk ka asnjë provë dhe asnjë fakt. Zero. Me përgjegjësinë time institucionale, si ministre e mbrojtjes dhe si politikane, si përfaqësuese e popullit në këtë kuvend, po jo përsëris qartë. Qysh prej gjysmës së shtatorit të vitit 2013 dhe deri më sot, kjo qeveri, që gjatë gjithë kësaj kohe që kjo qeveri ka marrë këtë detyrë, nuk ka rezultuar në asnjë rast dhe në asnjë zonë ushtarake të Republikës së Shqipërisë të ketë një të dhënë të vetme të verifikuar, ku kanë lindur në fakt zanafilla e gjithë kësaj balte dhe tymnaje. Lidhur me çështën e avionit dhe trafikut të drogës në Gjadër, atëherë unë duhet t'u informoj ju me përgjegjësi të plotë. Shërbimet inteligjente të ushtrisë dhe shërbimet tjera ushtarake sipas burimeve të pakundërshtueshme të forcave të armatosura, të cilët urrej mashtrimet dhe krimin që po i kaplon, kanë informuar me kohë të përbetuarën këtu para jush mbi gënjeshtren se kjo po ndodh. Akuzat e ish kryeministrit Berisha për avion me lëndë narkotike që çohen çdo ditë nga Divjaka janë shoqëruar me humor në sallën e parlamentit. Nuk janë avion, janë mushkonjat. Është stina e fundit kjo, sepse javën që vjen fillon dezinfektimi për herë të parë mas 25 vjetësh, ku e kthyet kunupin e bët aeroplan, si në kohën e atij mbretit tuaj që e keni aq për zemër, dhe kështu do mbaroj dhe historia e drogës me bazat ushtarake, edhe historia e mushkonjave që u vën avion, edhe historia e pickimeve që ju e u vinë nga mushkonjat e droguara dhe ju kthejnë në një mushkoj të madh droguar këtu në kuvend që pickoni për ditë opinionin publik me këto lloj marrëzirash. Mesazhi ka ardhur 3 muaj përpara se ju të shqipronit për herë të parë termin spërkatje për miskonjat. Dhe tani doni të mbroj me spërkatësit e Beqës, që është qesharake. Kësaj here kunupi nuk ju shpëton dot. Nuk është të dot, kunupi do të huaj të gjithë dhe ju. Jam i bindur që SMS-t doktor t'i dërgojnë socialistët e Divjakës që pa dashje të krijojnë këto situatat pa qëna. Para një jave, Partia Demokratike artikuloi për herë të parë një prej akuzave më të rënda të dy dekadave të fundit mbi ushtrinë shqiptare, por këto akuza janë hedhur poshtë nga qeveria.